Do të dish rrugën më të shpejtë që të refuzon vizën turistike amerikane. Kjo është nëse ju dukeni të dëshpëruar për vizën në intervistën tuaj. Kur oficerët ju shikojnë që ju jeni shumë të emocionuar, kjo i bën ata të krijojnë dyshime. Dhe ata pyesin veten, përse të duhet kaq shumë që të shkosh në Amerikë? Dhe ata krijojnë dyshime për një motiv të fshehur, si për shembull ju po shkoni për të punuar në Amerikë apo për të qëndruar atje ilegalisht, ose për të vizituar të afërm që ju nuk po i tregoni që i keni atje. Shmangni fjalitë emocionale sa më shumë për mundeni në intervistë. Si për shembull, ka qenë ëndra ime gjithmonë të shikoj Amerikën apo ta vizitoj atë. Kam shumë dëshirë të vizitoj Amerikën e tjerë, sepse tek oficerët kjo gjë tingëllon sikur ju nuk keni asnjë plan për jetën tuaj dhe nuk do të ktheheni më në vendin tuaj. Prandaj ju duhet të prezantoheni në intervistë sikur jeni stabil në vendin që jetoni, edhe po ashtu në raste specifike si për shembull emergjenca në Amerikë tek të afërmit tuaj, ju duhet të jeni të qetë dhe me një ton zëri jo emocional. Ju duhet i tregoni oficerëve të gjitha arsyet që keni për të kthyer në një mënyrë bindse dhe jo dyshuese. Nëse nuk keni emocione në intervistën tuaj, është një avantazh shumë i mirë për të marrë aprovimin. Na ndiq për më shumë këshilla.